Do të vjoj më tej të flasim për modën, duke qenë se duam apo s'duam, edhe tek shqiptarët moda ka filluar të jetë diçka e rëndësishme. Po t'ju them për atë në Kosovë, ju menjëherë do ta kuptoni që një pjesë e mirë e stilit apo e tendencave që beshin, po themi, njerëzit e rëndësishëm të skenës edhe të ekranit, edhe në Shqipëri, duam apo s'duam, vjen nga Kosova edhe nga dizajnerët e Kosovës. Njëra prej tyre është e spikatur shumë kohët e fundit, po për ta njohur më tepër, unë e kam ftuar në studio, është Drenusha Xhara. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Drenusha, fashion designer? Po. A është ky etiketimi i duhur për ty? Po të njëjtën kohë, nga njëherë sidomos për mashkuj, kam rolin edhe si stiliste. Edhe për të ndarë njerë e mirë, është diçka që mbase gazetarët apo edhe njerëzit në përgjithësi e ngatrojnë. Stilisti nga fashion designeri, ku fillon dhe ku mbaron puna e njëri dhe e tjetrit? Fashion designeri është ai që krijon prej fillimit deri në fund një veshje, kurse stilisti bën kombinime të veshjeve dizajnerëve apo të markave të ndryshme që e krijon imazhin e një personi. Adekuata, qoftë këngëtara, qoftë politikana, apo çka do qoftë, apo aktor. Këtu, në përgjithësi, unë e shoh edhe, në fakt edhe unë kom qenë pjesëmarrëse që kam bashkëpunu me disa këngëtare, edhe në fund është cek styling by Drenusha Xhara. Në fakt, unë kam kriju prej fillimi, prej provave të para, deri në realizim të veshjes deri në fund. Më letë është thjesht stilist, e ke buxhetin e caktuar edhe mund është tash zakonisht unë nëse kam lujt rolin e stilistës, kam bo shopping në New York ose në Londër, edhe kam buxhetin e caktuar edhe për shembull nëse duhet për spot, për një videoklip, regjisori e dërgon skenarin, edhe mandej ti bën kombinimet, është më lehtë se i ke gati gjithat edhe mundesh me paramendu, po është mirë që je edhe dizajnere. Se në njëjtën kohë kur vizaton skic, unë në momentin që vizatoj skic, unë e shoh një vajzë që është merr poza, sile, dhe ai model është i përfunduar. E tash, e mira asaj është, benefiti saj është me qenë edhe stiliste, se në fund e she këngëtarën, për shembull që e ki bashkëpunimi me të, e she në fund përfunduar. Po, stilisti duhet e ka përgjithësinë edhe për flok, edhe për grem, edhe për këpucë, edhe për gjithë shka. E një personazhi në përgjithësi, që të përputhet edhe me atë çfarë ai do të përfaqësoj. Ke një lajm të mirë që ka mbritur vetëm ditët e fundit tek ti, që është pjesëmarrja në fashion, në London Fashion Week. London Fashion Week. Kam marrë emailin, më kanë ftu, zakonisht në New York Fashion Week, Paris Fashion Week, edhe London Fashion Week është që organizatorët kërkojnë dizajnera të ri në krejt botën, edhe unë kom qenë për fat, më kanë ftu se ju ka pëlqy stili, edhe tash vetëm betët me u organizu dhe shpresoj që të marrë pjesë në shkurt. Çfarë duhet për të mbritur deri këtu? Ti ju dërgon atyre një pjesë të punëve të tyre, apo janë ata që identifikojnë gjithçka? Ata identifikojnë gjithçka, edhe ata e dërgojnë ftesën edhe planin, sa veshje duhet, nëse pranon, atëherë mandi ata e tërgojmë planin sa veshje duhet, modelet i kanë tyre, i kanë asistentet të tyre, grimerin, gjithçka është organizume, mundë me paramenu që është mundet me qenë. E kuptoj, duhet të krijosh posaçërisht për London Fashion Week, apo mund të paraqitesh aty me krijime të vjetra? Edhe nëse kam koleksion që tash jem të e realizu, unë besoj, po unë do të krijoj diçka për London Fashion Week. është një shanse vetëm një herë bjen kjo shanse. Si mendon, ku të kanë parë? Ku janë prezantuar ata me punën tënde? Në Rrjetet sociale besoj. Është gjithçka me hashtags, kështu që është më e thjeshtë të kuptosh ku janë artistët edhe çfarë bëjnë ata. Çfarë targeti ki, unë zakonisht tash mënyra më e lehtë me komuniku klientat me ty është përmes rrjeteve sociale, edhe të njëjtën kohë sponsoron, i paguan rrjetet sociale për me po marketing më shumë, dhe i etiketon me ta shtetet cila don me
E kuptoj. U shfaq në përjetës sociale tëne, po ashtu edhe qëfar lloj veshje, qëfar lloj moshe, targeti, femna, mashkuj edhe kështu që, ja, ndodhi. Gjërat janë të thjeshta tani me kaq shumë teknologji sa na rrethon. Vetëm duhet më informu ma shumë. Absolutisht. Drenusha, je në fazën e karrierës që mund ta konsiderosh, në veten të kënaqur? Si do ta konsideroje këtë fazë të karrierës edhe me lajmin e fundit me pjesëmarrje në London Fashion Week? Është kënaqësi që për një periudhë kaq shkurt, 3 vjeçare. 3 vjet. 3 vjet. Vetëm 3 vjet. Vetëm 3 vjet. Nga fillimet. Në fakt, fillimet janë gjithsej 6 vite, sepse 3 vite kam punu si asistente kreative të Valdrin Sahiti, që e kam pas edhe profesor, edhe mentor, kam mësu shumë prej ti, edhe ma di përfundova fashion designin, fakultetin, dhe vendosa pas një periude pauzë, që ka të bëj me vetën, vendosa të hapi studion, fillimet ishin shumë të vështira, edhe shpresoj që çdo dizajner vetëm nuk duhet me u dorëzu, edhe atë dhimbtën që e ke në fillim, edhe atë stresin që e ke vetëm kaptoje edhe kthej në kreacion. Zakonisht, tash nuk po du me thonë, po piktor, zakonisht kanë qenë në depresion që kanë kriju vepra arti. Po, nuk jam unë, as një dizajner tjetër, mirë, po vetëm nuk duhet me u dorëzu, kur e donë diçka edhe është shumë kënaqësi nëse pasioni kthehet në profesion. Ti më thua që kanë qenë vitet vështira të fillimit, edhe që të gjithë paka shumë e përjetojnë njësoj, po çfarë vështirësish përjeton? Si është të hapësh një studio, të kesh një atelje, të krijosh dhe të mos shohësh njëri në derë? Po, jo, është fillimi, unë kom pas fat se në Prishtinë kam shumë shoqni. Shoqet në fillim kanë ardhë, ju kam kriju veshje dhe gradualisht fjallë mbas fjallë edhe filluan të vinë klientët, po fillimisht është se kam fillu me një roba qepse edhe din që ajo roba qepse së pari e mban gjithë peshën edhe gjithë familjen me punën që e bëjon. Edhe është përgjithësi. është prej një asistente kreative, që kom pasu atë përgjithësi, po tash... Ke përgjithësi edhe për të punësuarit. Edhe për punësuarit. Edhe me imri gjitha senet me ko, fillimisht fillon me pak materiale, nuk mundesh me paramendua ki me pas sukses, nuk e paramendon vetën se tash nëse më pyet dikur Drenush se ishe vetën bas 10 viteve, di që ka të përgjigjëm. Po në fillim, isha jo e sigurt, mirë po prej komenteve të njerëzve, edhe sidomos prej mashkujt me japë komplimente për veshjet femrave, është shumë sukses. Po themi gjëja e dur. Po. Edhe kom pas fat që me qëra fjalla për rrjetet sociale, interneti. Në koleksionin e parë kam hullumtu në New York, kam apliku me një showroom, Creative PR, ju kam dërgu koleksionin e parë fotografit, edhe thash, të dalë ku të dalë. Dalë ku të dalë. Nuk ka asgjë me hub. Edhe ata pas 1 muaj, 2, ashtu diçka, ma kanë këthy e-mailin edhe Drenush, na pëlqen shumë puna jote, e duham gjithë koleksionin në showroomin ton. U shit koleksioni. Qka u ka ndodh, edhe e dërgova koleksionin, edhe mandi, aty roli i stilistit. Tash, stilistët atje bashkëpunojmë edhe me këngëtar, edhe me magazinat të modës. Edhe ende se nuk e kom pas fati me dalë në Vogue Elle, po disa magazinat që janë më të rëndësishme. Po njëri prej fotosesioneve që më ka pëlqy më shumëti, edhe që jam një krenare, ka qenë kombinimi i njërës prej bluzave të mija me veshjet Roberto Cavallit, Alexander Wang, Chloe,
edhe Drenusha Gjara. Edhe u kërthuet aty, do me thënë. Është veshur me Alexander Weng, me Cavalli dhe me Drenusha Gjara. Si ndjesh? Kur e shërë, do me thënë në fund të faqës. E pa besueshme, është website-i, është pak e kemi një problem se unë kur postojsha në rrjetet sociale, do më thonë sa hyna në treg, postojsha fotografit prej shumë fotosesioneve që i kanë realizu me veshjet mia, i postojsha në rrjetet sociale dhe njerëz nuk besonin. A ki marrë në Google? Po, qëfar ke bërë? Ku është truku këtu? Jo, ja ku është linku, Kjo është website im, cekët Drenusha Gjara top, ose Drenusha Gjara dress, ose diçka. Edhe mandej njerëz fillun me ma besu punën dhe gradualisht mandej unë fotografinë e du shumë, edhe zakonisht bashkëpunimet me fotograf kanë qef shumë me punu me mu, se unë shkoj me tabel të inspirimit, lojnë e fotografis, pozat e modeleve, edhe ata vetëm shkrepin, në me thënë. Ti u a bën punën shumë të thjeshtë. Ne shojmë ndërkohë që bisedojmë një pjesë të krijimeve të tua, po dua të di, si koncept, për shembull, Drenusha Gjara si fashion designer, çfarë femre ka parasysh? Çfarë femre vesh? Dhe si e vesh? Unë stilin, në fakt, inspirohem më shumë, inspirimin e gjetë tek vitet e 60-ta. Tek 60-tat. 60-tat. Theksimi i Belit, dhe muz e kam Audrey Hepburn, Grace Kelly, edhe unë kam qef me vesh një femën bashkore, një femën me vetë besim, edhe një femër që ka qef raste me eksperimentu, se ajo është qëllimi dizajnerit, të vrehet veshja një dizajnerit që nuk ka nevojt të shkruhet në ball, është Drenusha Gjara, mirë po të identifikohet stilin. A kjo është, apo është paltoja e Drenushës, apo është fustani i Drenushës. Që do të thotë, në gjithë shka që ti kryon, ka një fije që i lidh me njëra tjetrën, të gjitha krijimet. Një element, që është çfarë? Theksimi i Belit. Theksimi i Belit. Theksimi i Belit është qofshin kostume, qofshin pantallona, apo qofshin fustane, mbrëmje, apo i përditshëm, është theksimi i Belit. Beli është aty i dukshëm. Beli është gjithsesi. Nga njëherë kam kliente që thonë, jo, unë po du rahat. Okej, a ki qef me u dok bukër? S'ka rehat. S'ka rehat. Nëse tonë me u dok bukër, s'ka rehat. Okej, për ashtu, mundesh me i vesh trenerkat, edhe me shku në event. Je shumë rehat. Po ato që s'kan bel, si a bëjnë? Nuk i veshin veshjet e tua? I bëj. I bëj me bel. I bëj? I bëj me bel. Është fat se ndoshta edhe unë jam plus size, e kështu që për kamuflime, për me i fut në pa pjesë e bukura trupit, kam specialitet. Do me thënë, ty nuk të pëlqen fare kjo tendenca e viteve të fundit me palto, a fustane, o veshje oversize? Unë kam qef oversize, mirë po tash duhet edhe me u pështat trupit. Për shambull, unë me oversize do të dukem 4 numra me e madhe, me e plot. Kështu që njeri nuk është që qka do që është në trend të mirë. Duhet me ju përshtat, pak edhe trupit, për të njëjtën ku, qka do që vesh, qka do duesh me uni rehat në lëkurën të ndë. Kuptoj. Stilistët e tu të preferuar, do të të pyes pas publicitetit dhe nëse ti do t'ishe në një butik, qëfar do të zgjidhje? Stilin e kujt do të zgjidhje të vishje ti, apo dizajnet e kujt do të zgjidhje të vishje ti për veten tënde, apo për të veshur dikë tjetër që të ka besuar ty, po themi pjesën e mënyrës se si do të duket. Shkojmë në publicitet? Shkojmë në publicitet. Merë pak, mendoj, krijojnë kokë iden edhe kthehemi për pak ta shpjegojmë.